Hoffenheimi ka marrë pikët e plota në përballjen ndaj Freiburgut në kuadër të raundit të 22 në Bundesligë. Skuadra ku luajtën 3 yjet e Kosovës titullar, Prafisnik Aslani, Albian Hajdari dhe Laon Avdullahu, u zgjua shpejt nga humbja thellë prej Bayernit për të fituar me rezultatin 3-0. Aslani asistoi te Andrej Kramaric pas vetëm 5 minutave lojë, por goli u anulua për pozicion jashtëloje. Sidoqoftë, ylli i Kosovës nuk u dorëzua duke i gjetur rrugën drejt rrjetës pas asistimit të Kufal për të zhbllokuar ndeshjen. Për Aslani ky ishte goli 8 në Bundesligë të edicion, ku edhe i dha fund ecurisë prej 8 ndeshjeve radhës i pa gol. Ndërkohë fitorin e vullosi Kabak pas një tjetër asistimi të Kufal. Krejt në fund në skenë doli dhe i inkuadruari Kendrej që u përkujdes për epilogun përfundimtar 3-0. Me këtë fitore të madhe, Hoffenheimi mban vendin e tretë me 45 pikë, ndërsa Freiburgu bie në vendin e 8 me 30 pikë.